Të ndershëm vëllezër besimtar, në këtë jetë duhet mu nis nga një motiv shumë interesant, edhe i sakt, se në këtë jetë, në këtë botë, dhe këtë botë në fakt, askush se ka mision me ndërtu, me rujt përveç njeriu. Këtë botë asnjë krijesë tjetër se ndërton. As nuk e ka përgjegjësi me ndërtu. Këtë përgjegjësi e ka vetëm njeriu. Me rujt, me kultivu, me ndërtu dhe me shiu jetën e kësaj bote. Nëse referohemi në ajetin Kur'an, Allahu xhalla wa ala thot: "Huwa ansha'akum min al-ardh." Thot ai ju ka krijuar juve prej tokës. Dhe pastaj çka? "Wasta'marakum fiha." Dhe ju ka urdhëruar o ju njerëz që ta ndërtoni këtë jetë. Ajeti që më së shumti e motivon shoqërinë njerëzore për ta kuptuar prejardhjen në kuptimin më të thellë të mundshëm filozofik dhe për ta kuptuar misionin pse kanë ardhur këtë dunja, është ky ajet. Allahu po ja përmend njeriu të prejardhjen dhe po ja përmend misionin. Po thot, kam krijuar ansha'akum min al-ardh. Kam krijuar prej toke. Wasta'marakum fiha. Dhe kam besu emanetin që ju ta ndërtoni jetën e bote. Ky është misioni i njeriut. Të ndershëm vëllezër, kjo botë ndërtohet me dy çështje. Një ndërtohet me punë dhe ndërtohet me dije. Pastaj mbahet me besim dhe mbahet me drejtësi. Çka nën kupton kjo botë ndërtohet me punë? Vëllezër të ndershëm, sepse sot është dita punëtorit dhe dua mi thënë në 2-3 fjalë që mendoj se janë të rëndësishme. Edhe pse prej vitit 1885 është njoft një maj si dita punëtorëve, e punëtorit në fakt ka filluar me Australi e pastaj ka në për Evropë dhe o bë datë e njohur. Dhe për mua edhe për neve si musliman, kjo datë është shumë e vanume. Pse? Sepse Kurani famëlart dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kanë folë për punëtorin, për punën 1000 vjet përpara. Do me thonë vitin 1885 është baja konferenca një orë me protesta ku diçka, por mi të regu njerëzve se sa ka rëndësi punëtori. Allahu xhelle wala, kur e ka kriju njeriun, e ka prun këtë dunja, ja ka njoft autoritetin dhe ja ka njoft punën. Ai që të ka kriju, të ka besu misionin. Dhe e ka ditë se prej te e priti diçka e madhe në këtë dunja. E di pse po i them të fjalë vëllezër, sepse sot muslimanët, shoqëritë muslimane e kanë keq kuptuar fen. Kur dëgjon një individ ose grupe njerëzve të cilët diskutojnë me një farë forme pesimizëm për punën, dije se ata e kanë keq kuptuar misionin këtë dunja. Nuk ndërtohet kjo jetë me pralla, as me fjalë, kjo ndërtohet me punë. Dhe Zoti i Madhërisht përveç farzeve të namazit, ta ka obliguar dhe punën, sepse gjithçka lidhet me punë në jetën e kësaj bote. Vëllezër të ndershëm, ku e kemi fjalën të drejtat të punëtorit. Për motiv po e them këtë fjalë. Pejgamberi sa mi ka përshëndet një ditë njerëzit për dorë, shokët e vet. Dhe njëri është distancu. I tha pse u distancove? Tha Rasulullah, tha i kam durë të zhyta prej punës. E nuk dashta më ta ndodh dorën edhe faqen tane. Është transmetuar se Rasulullah e ka marrë dorën e tij dhe ka qenë për vjet. Wallahi ka thonë që dorë e do Allahu dhe pejgamberi. Dorën e punëtorit e do Allahu dhe pejgamberi. Dhe me transmetim e kundërt kësaj, Rasulullah i ka thonë dora më e poshtër është ajo e cila lyp. Dora më e ngritur është ajo e cila punon dhe jep. Dhe dora më e poshtër, më e ulët, është ajo e cila zgjat dorën dhe lyp. Jeta nuk është me të lyp në vëllezër. Janë kategori tjera të që lypin. Jo njeri muslimani i shëndosh në lule të rinis pa objektiv të jetës. A Rasulullah e për në dhëtë sa Allahu xhelle wala e do në dore cila punon. Në ditë për të në tha pejgamberi alayhis salam, ka fshata e bukës më e mira që ka me au njeriu në këtë dunja, është e cila e ka siguru me njerëzën e vetë. Të gjithë pejgamberët kanë punu të ndershëm vëllezër. E dini që prej Ademit alayhis salam deri te Muhamedi alayhis salam, të gjithë pejgamberët kanë punu me dorën e vetë. Dhe nuk janë ushqy dorëve tuaja. Nëse se ke ditë mësohe. E tema është e gjanë më të argumentu dhe më të kallëzu se njani për pejgamberëve i pari që ka maru mbrojtjen për plumit, nëse unë e thonë pancir, aja ka punu me dorën e vetë për hekrit. Të gjithë kanë qenë punëtorë. Idrisi alayhis salam, i pari që
ka kep tesha, ka qenë Idrisi alayhis salam. I pari që ka përdorur gjilbanin ka qenë Idrisi alayhis salam. Do me thonë, të gjithë kanë punu. E shtrohet pyetja, ku jemi nis ne si shoqëri me këtë koncept gabushëm për jetën, me këtë gjenerat të edukuar keq, të se dojnë punën dhe njën në nëshmun. Men se të ndiheshin në nëshmun, nëse rrit gjithë ditën në shtëpi, të ndiheshin në nëshmun me punu. Pra Allahu xhelle wala do punëtorin dhe zirë. E do një dorë cila ndërton, jo një dorë cila shkatron. E do një dorë që jep, jo një dorë që merr. E shoqërive i do njerëz punëtor, njerëz të vyshëm, sepse s'ka zgjidhje tjetër. Dhe tash vëllezër, po e kuptojmë vlerën e punës. Dhe njeriu jo në fillim, jo rastisht fillim fjalës tash se më shumë ti që bën të lumtur njeriu në këtë dunjë dhe në ahiret është puna. Këtë dunjë krenohesh me punën tënde, ama kujdes, se një ditë ke me pa punën tënde në ahiret. Inshallah është e halallit. Dhe ti ke më shpërblim për punën që ke bën këtë dunjë. E nëse është për haramit, ke me bardh përgjegjësinë begit madhe para Allahu xhelle wala. E njeriu i mëshëm është ai i cili don punën e mirë këtë dunjë, lën gjurmë në trajtorin e jetës dhe pret që veprat e tij nesër të dalin para Zotit dhe shpërblehet me shpërblimin më të madh që është xheneti.